që në Shqipëri ka me 10 raste që dhe shofer kamionësh me pagë mujore 700 euro themelojnë kompani me kapital fillestar 1000 euro dhe marrin leje ndërtimi nga qeveria për zhvilluar projekte në vlerë 40 milion euro, 50 milion euro. Kemi kërkuar prej muajsh ngritjen e një komisioni hetimor për këtë çështje. Po. Ose drejt kushtetuese e deputetëve të kuvendit, ditë 4 shtyre, dhe mazhoranca socialiste e rrëzon këtë njësëm. Me që ju nuk keni problem, ja ku jemi në Parlament Evropian, ja ku kemi deputetët, miratoheni dhe hajde të shkojnë në komisionin hetimor, faktojnë gjitha në të kundërt të atyre që pretendojnë. Pra, duhet të kuptojmë një gjë. Pasada ka rënë, Sonila, eurodeputetët të gjithë kanë kuptuar që kryeministri i Shqipërisë është një kryeministër kryefut i korruptuar, i zhytur në krim, dhe këtë nuk e themi ne, e thonë të gjitha përgjimet e platformave Sky and Crochat, të sjella nga organet ligjbatuese, të sjella nga belgët dhe francezët kryesisht, që tregojnë për komunikimet e grupeve kriminale, për pastrimin e parave, për marrjen e lejeve ndërtimi për pulla. Belind, a do bëj pati Partia Demokratike duke përdorur si argument pikërisht Albanian Files? Se deri më tani dim që protestuesit kanë dorëzuar vetëm librin në SPAK. Duke pritur që grupet kriminale Edi Rama tu caktoi cilin arkitekt apo studio ndërkombëtare ato duhet marrin për ta përdorur si fasadë, për ta përdorur si larës imazhi. Kështu që thënë këto të gjitha, në momentin që ne do të vim në Shqipëri, duke nisur besoj nga dita e nesërme, grupi i juristëve pranë Partisë Demokratike dhe grupi i ekspertëve do të nisin punën në mos e ka nisur që sot, sepse kjo është një çështje imediate, për hartimin e një kallëzimi penal të detajuar për kryeministrin e Shqipërisë në raport me historinë dhe radiografinë që bëhet qartë në këtë libër. Unë e kam kënaqësi t'ju them që një pjesë e eurodeputetëve e kanë marrë tashmë elektronikisht një kopje të këtij libri, një pjesë tjetër na kanë dhënë emailët e tyre për të marrë një kopje dhe për t'u informuar, dhe të gjithë një zëri na kanë thënë që kjo është një histori e padëgjuar parë. Është hera parë që ata hasen me një fenomen tillë dhe me kurajon e një politikani për të bërë një akt të tillë dhe për të prodhuar një libër tillë. Për të faktuar në libër të gjitha shkeljet korruptive, lejet korruptive dhe vjedhjen që u bën tokave, pronave të qytetarëve të vendit vet. Duke mos haruar që është kryeministri i vendit me cilin tashmë Bashkimi Evropian vijon rrugën e çeljes edhe mbylljes së kapitujve të negociatave dhe nuk e dim se sa kjo do ta penalizojë procesin fjalë. Por, përpara se të shkoj aty, se po thoshte Belindi me të drejtë që europianët e kanë. Belind, mund të qëndrosh edhe pak më mua? Apo duhet largohesh? Po, patjetër. Të lutem. Po, jo do të qëndroj. Unë çdo ditë pothuajse bën një, si thua, pasqyrim të